Kush e din se pse bredhi është që stolisen shtëpit me bredhin apo me pisha, pra me pemë të gjelbërimit, për çka gëllët të ndërshëm se bota e perëndimit kur jeton të në idhujtari, një ndër zotat e tyre që adhoronin ishte dhe pema, nga se ata pretendonin dhe mendonin se pisha dhe gjithë pemat të cilët e kanë rujtën, i kanë rujt gjethet e tyre dhe e kanë rujt gjelbërimin e tyre, janë ata të shenjta. Disa pretendonin dhe mendonin se janë zotëra, për këtë arsye për çdo vit ja thershin ka një fëmijë kurban, e flijonin për zotin e tyre, nga se mendonin se gjelbërimi i tyre që i ka rezistuan temperaturave të ulta, që i ka rezistu stinës të dimrit, nën kupton vëllezër të ndershëm tek ato shenjtërinë e kësaj peme, dhe mendonin se sjelljen e kësaj peme në shtëpi të sjell harmoni, të sjell begati, të sjell fatin në vëllezër të ndershëm. Pa atë kur i pyetëm ne krishterët dhe i tham, çfarë ka të bëjë bredhi me festën fetare tuaj, ato u përpiqën me një përgjigje më të keqe se sikur të kishin heshtur. Ato u përgjigjen dhe thanë se barit krishterë të cilët i ryshin baktit e tyre dhe që i futët kur i u paraqitën atyre, bredhi anë që i shloj degët e saj, i shloj gjethet e saj dhe u skenjun barit dhe shpëtun nga dora e që i futëve. Për këtë arsye kjo pemë ngeli e shenjtë, pra si ka mundësi që bredhi vëllezër të ndershëm të qëndron dhe të rritet në tokat e shkretirës të Shamit, tokat e Palestinës. Pra kjo përgjigje është vëllezër të ndershëm, faktikisht nuk ka vend për shkak se bredhi është simbol i paganëve, të cilët e sjellshin në shtëpitë e tyre dhe pretendonin dhe mendonin se zbukurimi i bredhit në shtëpi i dëbon shejtanët, i të beron shejtanët, dhe bredhi është një pemë i cila sjell mirësi dhe fat në atë shtëpi që zbukurohet ajo shtëpi me ta. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, ne jemi dëshmitar që shumë ka besnitnin këtë natë, ku disa me prej atyre mendojnë se ai i cili në ora 12:00 qëllon që gota e alkoolit është në gjuhën e tij, ai është fatëmir gjatë asaj ditë, gjatë atij viti. Ai është fatëmiri gjatë asaj vite. Gjithashtu, një ndër argumentet të cilën këtë po e pohoj nga se babilonistët e kanë morë këtë fes nga iranianët e vjetër, persianët e vjetër, nga se ata dhezin zjarëm dhe ishin zjarpuca që adhoronin zjarin. Për këtë arsye, çka ka të bëjë krishterizmi me zjarmin, kurse sot e kësaj dite ata pretendojnë se në atë shtëpi që dhjedhet zjarri natën e vitit ri gjatë natës, ato janë fatëmir, pra ato që janë beqar kanë mu martu, ato që s'kanë skamje kanë mu begatu, ato dhe ato ka i sjellë fatë. Pra si ka mundësi vëllezër të ndershëm, një pemë thjesht që sjellë fatin e njeriut, pra atë pretendojnë ato se natën e vitit ri nuk lejohet njeriut që i lanë teshet e tij, nuk lejohet që t'i lanë enët e tij, nuk lejohet që të pastron shtëpinë e tij, nga se ai që e ban një vepër të tillë, fatin e tij e nxjerr nga shtëpia e tij. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na thoshte pastroni enët tuaj, pastroni shtëpitë tuaja, pastroni oborët e juaja, pastroni kopshtet e juaja, nga se çifotët janë ata të cilët nuk i pastrojnë. Pra vëllezër të ndershëm, pra duhem ta dim një herë dhe për gjithmonë se kjo fest nuk ka të bëjë as me krishterizëm e as ka të bëjë me ndrimin e stinëve. Këto festa janë festa pagane të idhujtarëve të vjetër, të trashëguar, që ka metën që thotë Allahu në Kur'anin e Kerim, i kanë gjetë baballar dhe sërgjishet e tyre në rrugën e gabuar dhe ka thonë wa inna ala atharihim muqtadun. Ne jemi ata që pas gjurmeve të tyre shkojnë.